Në ambientet e Bibliotekës Publike Thimi Mitko në Korçë, u zhvillua një aktivitet i veçantë, ushtuar ditës së librit për fëmijë. U të ftuar ishin nxënës nga disa shkolla të qytetit dhe autoria e njohur e librave për fëmijë Sonila Strakosha. Gjatë takimit u promovuan 2 prej librave të saj, pse e përqeshin shoqet Martinën, që trajton temën e bullizmit dhe ngjyrat e viteve, një reflektim i ndjeshëm për rritjen dhe jetën në vite. Është libri për fëmijë që ka dalë në vitin 2024, në nëntor u promovua në panajirin e librit në Tiranë. Pse e përqeshin shoqet Martinën, prek një tematik të rëndësishme, delikate, atë të bullizmit. Është një temë për të cilën duhet folur gjithmonë dhe më vjen mirë që me anë të këtij libri po shëtis në për shkolla jo vetëm në Tiranë edhe jashtë saj për të folur dhe për të sensibilizuar apo ndërgjegjësuar fëmijët për sa i përket bullizmit. Biblioteka shpjegotuse ose autor dhe mësues prindër fëmijë janë një trekëndër shumë i rëndësishëm për të krijuar një mjedis të sigurt emocional për fëmijët, sidomos në ditët e sotme ku teknologjia ndikon shumë dhe komunikimi midis prindërve dhe fëmijëve dhe mësuesve dhe fëmijëve është pak i vështirë. Janë libra të cilët duhet të diskutohen në mënyrë që të krijojmë ato mjetet e duhura që fëmijët të diskutojnë, të flasin me disa problematika të cilat ndonjëherë ngelen në heshtje dhe krijojnë probleme të tjera emocionale për fëmijët. Takimi u shoqërua me pyetje dhe komente nga fëmijët, të cilët patën mundësinë të bashkëbisedojnë me autoren dhe të ndajnë përshtypjet e tyre për librat.